Doni të keni një mëlçisi të re, atëherë konsumoni këto fruta. Mëlçia është një nga organet më të mëdha të brendshme, e cila kryen më shumë se 500 funksione të trupit. Prandaj është e rëndësishme etike që të konsumoni ushqime të duhura për ta mbajtur një mëlçi të shëndetshme. Përfshirja e këtyre frutave në dietën tuaj sipas WebMed ndihmon në mbarvajtjen e funksioneve të mëlçisë dhe në pastrimin e saj. Citroja. Ky frut përmban vitaminën C dhe antioksidant që janë të njohura në mbrojtjen e mëlçisë. Këta antioksidantë ndihmojnë në parandalimin e dëmtimeve të qelizave. Rrushi. Studiuesit kanë zbuluar se ekstraktet e rrushit përmirësojnë funksionet e mëlçisë të personave që vuajnë nga problemet të mëlçisë që lidhen edhe me pirjet alkolike. Avokadot. Avokadot janë të pasura me fibra të cilat ndihmojnë në kontrollin e peshës dhe kompleksin e prodhuar nga elementë të ndryshëm që eliminojnë toksinat e dëmshme nga trupi. Arrat dhe boronicat gjithashtu sipas Delsite janë në një zgjidhje shumë e mirë për t'u përfshirë në dietën e personave që kanë probleme me shëndetin e mëlçisë.